Hajde, se sot do realizojmë trendin më të fundit të make-upit bashk. Më në fund se më duket se jam e vetmja që nuk e kam bërë. Trendi quhet My Makeup Type dhe besoj se të gjitha keni parë, kështu që let's go. Disi më përshtatet, mendoj. Unë mendoj se ky trendi ma ka gjetur fix, sepse paka shumë, unë më pëlqen shumë të realizoj një make-up që është në tonet kaf, në tonet nude, ngjason shumë e latë make-up, kështu që nuk do ta kem fare të vështirë ta bëj dhe është shumë unë me pak fjalë. Vendosim pak korektor tek syt, sepse do fillojmë direkt me syt. Goca në foto ka një panel të cilin më pas se ka sfumuar me tonet kafe. Kështu që fillojmë fillim me panelin. Panelin e realizuam edhe tani do të përdorim paletën legjendare që bëri Nami, që është kjo këtu. Mos e shikoni pampersat andej, se është diçka normale. Edhe do përdorim ngjyrën kafe, ngjyrën kafe këtu. Okej, se duket andej. Dhe do përdorim këtë ngjyrën kafe këtu, edhe pastaj do përdorim një ngjyrë kafe pak më të hapur, do ta sfumoj me një ngjyrë kafe më të hapur. Me një ngjyrë kafe pak më të hapur do sfumoj pjesën këtu. Kështu duken edhe syt, edhe me një ngjyrë të hapur fare do ta sfumoj këtu. Goca këtu ka edhe disa xixa, kështu që shtojmë edhe disa xixa. Ajo ka xixat e mëdha në fakt, por un kam këto, kështu që nuk besoj se prish punë. Vazhdojmë pak me bronzer. Pak korektor. Pak. Vazhdojmë pak me pudrën kompakte, që është nga ajo paletë. Dhe ja ku e keni rezultatin pa pik filtri, dhe të them të vërtetën, më pëlqen shumë. Nëse kjo video doli në For You page-in tënd, atëherë mos harro të më bësh like dhe follow. Paçi!